Kjo është domatja e fshatit Ket. Fshati Ket, shive ku ndodhet, shi qa pamje ka rreth rrotull parcelës, ka shumë ujë si fshat, nuk kanë nevojë fare t'i hedhin pesticide, hedhin ple baktije, një çik gurkali sigurisht për vrugun, edhe ç'ta hash. Na foli çik për domaten e Ketës, ta marri vesh gjithë Shqipëria, ç'a domate ka Keta? Po, është një nga domatet më të pastra dhe më të rregull, pa pesticide, pa ilaçe, vetëm domate bio me ujë ftohtë në me plen baktijesh. Shitet në tregun e Kasharit. Me sa e Po, çoti? po çmimi ka rënë çmimi sepse na bëjnë pronar të mëdhoj, na ulin cilësinë, kam Sa dy delim domate, prodhoj 1000 arka domate, me 2 delim 1000 deri 1200 arka domate. Është e lotshme ta rrisësh domaten si bin? E lodhshma, se do ujë, do vadit, fjera lidhje, këputje, kuptohet ma se bujqësia ka lodhje. Ka lodhje. Ta shohim mirë domaten Po, sa. shive tani, futë poshtë, filmoje. E bo dhe regjizor, a? Ja dhe domatja. Sa bukur.